Debati nisi pa pritur, pa paralajmërim, si një shkëndij që bie mbi benzinë. Limi ishte i tensionuar, zëri i tij i ngritur, i ashpër, i mbushur me nerv dhe mlef që kishte kohë që i zjente brenda. Alba e pa në sy dhe e kuptoi menjëherë që kjo nuk do të ishte një bisedë e zakonshme, por një përplasje e rëndë nga ato që lën shenja. Ti nuk je ajo që shtiresh, i tha Limi, duke bërë një hap përpara. Dhe po ta them troç, ti je më kurv se Dolce. Fjala ra sigur. Alba u shtan për një moment, jo sepse nuk e kishte dëgjuar, por sepse e ndjeu peshën e saj. Nuk ishte thjesht fyerje. Ishte një përpjekje për ta ulur, për ta thyer, për ta nxjerrë nga kontrolli. Ajo mori frym thellë, por sytë e saj u mbushën me zemërim, si guxon. Iu përgjigj Alba. Si guxon të më flasësh kështu? Por Limi nuk u ndal. Ishte futur në një spiral ku çdo fjalë nxirrte një tjetër, më të rëndë, më të pamëshirshme. Po ta them siç e mendoj. Ti bën sikur je ndryshe, sikur je më e pastër, më e drejtë. Por në fund të ditës ti luan lojra njësoj. Madje më keq. Ai u kthye për një çast dhe shtoi, sikur donte ta thellonte plagën, edhe Dolce është kurv. Madje më kurv se ti, por të paktën ajo nuk shtiret. Ajo e di çfarë është dhe e pranon. Alba ndjeu gjakun t'i vloi. Nuk ishte vetëm për veten. Ishte për mënyrën se si Limi po përdorte fjalë që shkatërrojnë. Që etiketojnë, që fshin gjithçka njerëzore dhe e kthejnë gjithçka në balë. Ajo e ngriti zërin, jo për të bërtitur, por për të qëndruar. Ti po flet nga inati, jo nga e vërteta, tha ajo. Kur nuk di çfarë të thuash, fyen. Kur nuk ke argumente, përdor fjalë të pista. Limi qeshi me ironi, një qeshje e thatë. Jo, po flas nga zhgënjimi. Nga fakti që të kam besuar dhe kam parë që nuk je ashtu siç thua. Dhe mos mendo se po të mbroj Dolcen. Jo. Ajo është më e keqe. Ajo lëviz nga një mashkull të tjetri pa asnjë ndjenjë. Dhe ti kush je që na gjykon? Ja ktheu Alba. Kush të ka dhënë të drejtën të na vësh etiketa? Debati ishte kthyer në një arenë. Çdo fjali ishte sulm. Çdo përgjigje ishte mbrojtje. Limi fliste me duar, me trup, me gjithë nervin që i kishte mbetur. Alba qëndronte drejt, edhe pse çdo fjalë e tij e godiste. Ju të dy, vazhdoi ai, jeni pjesë e së njëjtës loje. Vetëm se ti përpiqesh ta mbulosh më bukur. Alba u afrua edhe ajo një hap. Ti po më shikon sipas frikës tënde, jo sipas asaj që jam. Dhe nëse për ty çdo grua që nuk bindet quhet kurv, atëherë problemi nuk jam unë, je ti. Heshtja ra për një moment, e rëndë dhe e tensionuar. Asnjëri nuk po tërhiqej. Fjalët kishin dalë dhe tani nuk mund të ktheheshin më pas. Debati kishte kaluar çdo kufi dhe ajo që mbeti ishte vetëm ndjesia e hidhur e një përplasjeje ku askush nuk fitoi. Por të gjithë humbën diçka. Alba qëndronte përballë Limit, një heshtje e ngrohtë duke mbushur hapësirën midis tyre. Nuk kishte nevojë për zhurmë, për fjalë të shumta apo shenja të mëdha. Ai e shite me sytë e vet, por ajo ndjente që çdo moment, çdo frymëmarrje e tij kishte rëndësi. Una, filloi ajo me një zë të butë, pothuajse të dridhur, të kam parë gjithmonë si mashkullin ideal për të krijuar familje. Ti e di këtë gjë dhe nuk kam dashur ta them shpesh, sepse nuk është lehtë ta shprehësh një ndjenjë që nuk njeh kufi. Fjalët e saj nuk ishin thjesht deklarata, ato ishin rrjedha e një ndjenje të përshkruar me kujdes, e ndërtuar me kohë, e ndjerë me çdo dhimbje. Me çdo gëzim që kishte kaluar pranë tij. Një ndjenjë që kishte zgjedhur me vetdije dhe që tani nuk mund ta mbante më brenda. Ti e di se të gjithë meshkujt e tjerë, vazhdoi ajo, duke e parë drejt në sy, kanë qenë aty, janë përpjekur të ngjajnë. Por për mua, ti ishe gjithmonë ai që shkëlqente më ndryshe. Ai që nuk kishte nevojë të provonte asgjë. Ti e ke atë qetësinë, atë forcën, atë ngrohtësinë që të bën të ndjehesh i mbrojtur, i kuptuar, i zgjedhur. Heshtja mes tyre ishte e gjallë, e mbushur me kuptime që fjalët nuk mund t'i kapnin të gjitha. Alba ndjeu zemrën e saj të rritet, të përshpejtoi ritmin, si të kishte frikë se çdo moment që heshtin mund të humbeshin mundësitë për të shprehur atë që ndjen. E kam veçuar ty, tha ajo, duke bërë një hap më afër, duke e prekur dorën e tij pa frikë. Nga të gjithë meshkujt e tjerë.
Nëse ka një dikush që mund të kuptoj, të mbështes, të rritet bashkë me mua, ai e ti dhe nuk ka askush tjetër që të më bjerë më mirë në zemër, që të më bëj të ndjej atë siguri që ti më jep. Limi të shikoj, pa fjalë për pak momente, si të shqyrton të çdo ndjenjë të fshehur që ajo kishte vendosur të shprehte. Ndjenja që nuk ishte thjesht pasion. Nuk ishte e lehtë, nuk ishte e kapshme me fjalë. Ishte ajo lloj dashurie që rrjedh nga respekti, nga besimi. Nga njohja e thellë e njëri tjetrit, e kam zgjedhur më mirë të jem vetë, tha Alba, duke ndjerë një dridhje në gjoks, se të jem me dikë tjetër përveç teje. Nuk është egoizëm. Nuk është s'diçka e lehtë. Është mënyra ime për të thënë se ti je ai që meriton zgjedhjen time të vërtetë. Çdo tjetër do ishte vetëm një zëvendësim, një iluzion. Por ti nuk je iluzion. Ti je i vërtetë. Ai e ndjeu këtë, një moment i rrallë ku heshtja nuk ishte boshllëk, por një dëshmi e ndjenjës së saj. Ai mund të lexonte çdo fjalë në sytë e saj, në mënyrën se si trupi i saj qëndronte pranë, si frymëmarrja e saj përshtatej me të. Alba nuk po fliste për të bërë premtime. Nuk po thoshte atë që të tjerët dëshironin të dëgjonin. Ajo po fliste të vërtetën, atë që nuk mund të fsheheshin, atë që nuk mund të manipulohej, se zemra e saj kishte zgjedhur limit mbi të gjithë. Unë të dua, vazhdoi ajo me një zë të ulët, por të fortë, jo thjesht për atë që je, por për atë që bëhemi së bashku. Për mënyrën se si më bën të ndjej që jam e vërtetë, e sigurt, e mbrojtur. Ti je ai që më bën të besoj se dashuria nuk është lojë. Nuk është taktike. Nuk është tregtar emocionale. Je ti që e bën të ndjehet reale. Limit ndjeu një emocion që nuk mund ta përshkruante lehtë. Nuk ishte vetëm gazëllim apo lumturi. Ishte diçka më e thellë, një lidhje që nuk mund të thyej nga fjalët e tjerëve, nga lodhja, nga stresi apo nga sytë e botës që i shikonin. Alba po i jepte diçka që nuk mund të matet me asgjë, një zgjedhje të pastër, një përkushtim të hapur, një shpirt që thotë, ti je ai që dua dhe kjo është e pakushtëzuar. Prandaj, tha ajo duke buzëqeshur me atë qetësi që vinte nga siguria, më mirë të jem vetë, duke të ruaj ty në zemrën time, se sa të jem me dikë tjetër. Sepse çdo tjetër nuk do të ishte as gjysma e asaj që je ti për mua. Limit e kuptoi pa fjalë më shumë se çdo tjetër moment, ky nuk ishte thjesht një deklaratë dashurie. Ishte një bekim dhe një përkushtim njëkohësisht. Një rrëfim i shpirtit të saj që nuk kërkonte miratim, vetëm pranimin e tij. Ata qëndruan aty disa çaste të gjata, të mbushura me heshtje dhe kuptime që fjalët nuk i përshkruanin dot. Alba nuk kishte nevojë për premtime të tjera. Nuk kishte nevojë për prekje spektakulare. Vetëm ky moment, kjo sinqeritet, ky zgjedhje e vërtetë, ishte e mjaftueshme. Në atë heshtje, e ndjen të dy fuqinë e ndjenjës së vërtetë, atë që nuk thyet nga asgjë, as nga koha, as nga situatat, as nga sytë e botës. Sepse kur dikush të zgjedh me gjithë zemrën, nuk ka vend për dyshime. Dhe Alba e kishte bërë zgjedhjen e saj, limit mbi të gjithë të tjerët. E pakushtëzuar, e sinqertë dhe e përjetshme. Hygerta ju afrua Albës jo si dikush që di gjithçka, por si një grua që e njeh peshën e dhimbjes dhe çmimin e forcës. Nuk i foli me zë të lartë, nuk i foli për kamera. I foli drejtë në zemër, aty ku Alba po mundohej të mos thyej. Alba, i tha, veri një gur zemrës. Jo sepse nuk ndjen. Jo sepse nuk dashuron. Por sepse ndonjëherë për të mbijetuar duhet të mësosh të mbrosh veten nga ajo që të shkatëron. Zemra jote ka dhënë shumë. Ka duruar shumë. Ka falur më shumë se ç'duhej. Dhe tani është koha ta mbash fort, jo ta dorëzosh sërish aty ku është lënduar. Mos e kthe kokën pas, vazhdoi Hygerta. Jo sepse nuk ka pasur dashuri, por sepse ka pasur dhimbje. Dhe dhimbja nuk është arsye për t'u kthyer. Është arsye për të ecur përpara. Në atë shtëpi, çdo hap i Albës shihet, analizohet, gjykohet. Çdo emocion i saj peshohet. Por Hygerta e dinte se forca e vërtetë e Albës nuk qëndronte te ajo që thoshin të tjerët. Qëndronte te fakti që, pavarësisht gjithçkaje, ajo ishte ende aty. Ende në këmbë. Ende me dinjitet, nuk ja vlen të kthesh, i tha. Jo çdo gjë që ke dashur meriton të të mbaj peng. Jo çdo ndjenjë është arsye për të harruar vlerën tënde. Hygerta e pa në sy dhe i foli siç i flet një grua e tjetër, pas bukurime, ti je më e mira. Jo sepse je perfekte, por sepse je e vërtetë. Sepse nuk u shite.
sepse nuk u bërë ajo që donin të tjerët për të fituar qetësi. Alba kishte luftuar shumë. Kundër banorëve. Kundër fjalëve. Kundër keqkuptimeve. Kundër ndjenjave të saj. Dhe lufta më e vështirë nuk ishte ajo që shinin të tjerët, por ajo që bënte çdo natë me veten, qëndro e fortë, i tha Hygerta. Jo e ftohtë. Jo e mbyllur. Por e fortë. Ka dallim. Forca nuk është të mos ndjesh. Forca është të ndjesh dhe prap të ecësh. Në atë shtëpi, Alba nuk kishte nevojë të provonte asgjë. As dashurinë e saj. As dhimbjen e saj. As vlerën e saj. Sepse ajo ishte aty për veten, jo për t'u justifikuar, ec përpara, i tha Hygerta. Sepse ardhmja nuk pret askënd që rri duke parë pas. Dhe ti nuk je bërë për t'u ndalur. Je bërë për të kaluar përmes. Alba kishte një dritë që nuk fikej lehtë. Edhe kur ishte e lodhur. Edhe kur ishte e mërzitur. Edhe kur dyshonte në veten. Dhe kjo dritë i tremte disa, sepse nuk mund ta kontrollonin, mos lejo askënd të bëjë të ndihesh më pak, i tha Hygerta. As dashuria. As mungesa e saj. As fjala e askujt. Sepse ndonjëherë zgjedhja më e fortë që mund të bëjë një grua është të zgjedhë veten. Të mos kthehet aty ku u thye. Të mos jetoj për kujtimet. Të mos e mas vlerën e saj me sytë dhe dikujt tjetër. Në fund, Hygerta ia tha fjalin që i duhej më shumë. Ti nuk ke humbur asgjë. Vetëm ke mësuar. Dhe ajo që ecën përpara me mësimet e veta, është gjithmonë fituese. Dhe Alba e dëgjoi. Jo vetëm me vesh. Me shpirt. Sepse ndonjëherë mjafton një zë që të thotë, mos u kthe. Ec. Je e fortë. Dhe kjo mjafton për të vazhduar. Alba e kishte mendjen të ngarkuar, dhe kur foli për Dolcën, nuk e bëri thjesht me zë të ulët. E bëri me analizë, me reflektim të brendshëm dhe me atë ndjesi të hollë të dikujt që sheh më shumë se sipërfaqja. Çfarë mendon ti për Dolcën? E pyeti një shoqe, duke e parë Albën të ngrysur paksa. Alba e hodhi një sy të vrarë, të matur, dhe pastaj foli me kujdes, duke zgjedhur fjalët si të ishin copa të një puzle. A ka dashuri? Apo i intereson vetëm të bëj biznes me Limin, që të marrë sa më shumë fame? E thoshte me atë mënyrë të qartë, që nuk lë vend për keqkuptim. Ajo nuk po fliste për ndjenja, po për strategji. Për lojë. Për mënyrën si Dolc ka ditur gjithmonë të përdor praninë e saj. Të shndërroj afërsinë në ndikim, të shndërroj interesin në privilegj. Dolc është thengji i mbuluar, vazhdoi Alba, duke shtrirë dorën sikur të peshonte fjalët, luan të gjitha kartat e lojës, por vetëm ato që e duhen vetë. Ka ardhur deri këtu vetëm duke puthur meshkuj. Një tjetër do i vihet pas. Nuk ishte e thjesht për të ta thoshte. Nuk ishte urrejtje, nuk ishte shaka. Ishte një përshkrim i hollësishëm, një vlerësim i aftësive të Dolcës për manipulim dhe kalkulim. Alba e dinte se jo çdo veprim i një gruaje është dashuri. Jo çdo afrim është ndjesi. Disa janë vetëm strategji, pjesë e lojës që duhet për të qëndruar në krye. Shiko, tha Alba, duke bërë një pauzë të shkurtër për të marrë frym. Ajo nuk ka ardhur këtu për të dashuruar. Nuk ka ardhur për lidhje. Ka ardhur për të marrë atë që i duhet. Dhe në këtë, është e mirë. Është e zgjuar. Por mos u mashtron nga fytyra e saj e butë, nga buzëqeshja e saj e lehtë. Prapa çdo buzëqeshje, ka llogari. Alba nuk e quante Dolcën keq, por e shite atë me sy kritik, si dikush që ka parë shumë herë këtë lloj sjelljeje. Ajo e dinte se për shumë njerëz dukja mund të mashtrojë, por për atë, e vërteta ishte gjithmonë e dukshme. Dashuria, vazhdoi Alba, nuk matet me puthje të shpejta. Nuk matet me afërsi të përdorur për të marrë diçka tjetër. Nëse Dolc të puth tani, nesër nuk është për ty, është për avantazh, për pozicion, për kontroll. Dhe kjo nuk është dashuri. Ajo foli edhe më gjatë, për të gjithë strategjitë që kishte vërejtur, për mënyrën se si Dolc mbledh informacion, krijon lidhje dhe lëviz hap pas hapi për të siguruar pozicionin e saj. Nuk ishte thjesht një analizë e jashtme, ishte përvoja e brendshme që e bënte Albën të kuptonte se shumë gjëra nuk janë çfarë duken. Ka ardhur deri këtu duke puthur mashkullin e parë, mashkullin e dytë. Një tjetër do i vihet pas, dhe pastaj edhe një tjetër. Nuk ndalet, tha Alba, duke lënë fjalët të zgjateshin në ajër, duke i lënë shokët e saj të kuptonin që ajo nuk po përqeshte.
po analizonte, ajo e dinte se kjo nuk e bën Dolcen më pak të aftë, nuk e bën më pak interesante, por e bën të rrezikshme për të qëndruar emocionalisht e angazhuar. Sepse kur dikush luan të gjitha kartat e saj për t'i përfituar vetë, zemra nuk ka asnjë mundësi të fitojë. Alba ndjeu një dhimbje të lehtë. Nuk ishte vetë qëllimi i saj të gjykonte, por e vërteta e pashmangshme shpesh shfaqet përmes fakteve të thjeshta. Në atë shtëpi, njerëzit nuk gjithmonë janë çfarë duken. Shumë rrallë. Dhe Dolc ishte një shembull klasik i kësaj realiteti. Çdo buzëqeshje ka një motiv, çdo afrim ka një plan. Mos haro, mbylli Alba fjalën e saj. Të gjitha këto nuk do të thonë që duhet të humbasësh forcën ose të besosh çdo gjë që të tjerët shohin. Shiko prapa veprimeve, shiko motivet. Dhe mos u mashtro nga pamja. Sepse Dolc është thengji i mbuluar dhe vetëm duke kuptuar lojën e saj mund të mbash mendjen dhe zemrën tënde të sigurt. Kjo ishte analizë, paralajmërim dhe mbrojtje. Një fjalë për fjalë që Alba do ta mbante me vete për shumë kohë, si një udhërrëfyes për të kuptuar jo vetëm Dolcen, por çdo njeri që nuk është ai që duket. Sepse në fund, fuqia nuk është të besosh çdo fytyrë që buzëqesh, por të shohësh prapa saj dhe të mos lejoj askënd të kontrollojë ndjenjat. U largua në heshtje, por la pas një zhurmë emocionesh që nuk u shua lehtë. U largua vajza simpatike që arriti të rrëmbente zemrat e shqiptarëve pa qenë shqiptare, jo me zë të lartë, jo me strategji, por me një mënyrë të sajën të butë, të pastër dhe jashtëzakonisht njerëzore. Ajo ishte Bia, në një shtëpi ku gjithçka analizohet, peshohet dhe shpesh deformohet. Bia ishte ajo fryma e lehtë që hynte pa trokitur dhe nuk prishte asgjë. Nuk erdhi për të dominuar, as për të imponuar veten. Erdhi thjesht për të qenë vetja. Dhe ndoshta pikërisht kjo ishte forca e saj më e madhe, edhe pse nuk ishte shqiptare, Bia u kuptua më shumë se shumë të tjerë. Sepse gjuha e saj nuk ishte vetëm ajo që flitej me fjalë, por ajo që flitet me sjellje, me respekt, me empati. Ajo dinte të dëgjonte. Dinte të buzëqeshte edhe kur të tjerët ishin të rënduar. Dinte të sillte qetësi pa e kërkuar vëmendjen. Kur erdhi momenti i largimit të saj, shtëpia ndryshoi. Jo sepse humbi një banore, por sepse humbi një ndjesi. Banorët shpërthyen në lot, jo për shoh, jo për kamera, por sepse po largohesh të dikush që i kishte bërë ditët më të lehta, më të ngrohta, më njerëzore. Lotët e tyre ishin dëshmi. Dëshmi se Bia kishte lënë gjurmë. Se kishte hyrë në zemrat e tyre pa u shtyrë. Se kishte ndërtuar marrëdhënie të vërteta. Jo aleanca loje, Bia ishte karakter i lezetshëm, pak gazmor, gjithmonë me një batutë të vogël, me një energji që nuk lodhte. Nuk ishte ajo që bënte zhurmë, por ajo që mungonte sa po largohej. Dhe kjo është forma më e rrallë e pranisë, të mos e kuptosh sa e rëndësishme është dikush derisa nuk e ke më aty. Ajo respektoi të gjithë. Edhe kur nuk ishte dakord, dinte të mos lëndonte. Edhe kur ishte e mërzitur, nuk e ktheu kurrë në helm për të tjerët. Dhe kjo e bëri të dashur. Sepse njerëzit ndjejnë kur dikush është i mirë jo për interesa, por nga natyra. Largimi i Bias nuk ishte fund loje për të. Ishte fund një kapitulli që ajo e shkroi me dinjitet. Dhe ndoshta nuk fitoi një çmim, por fitoi diçka më të madhe, dashurinë dhe respektin e njerëzve. Shtëpia do vazhdoi. Loja do vazhdoi. Por ai boshllëk i vogël, ajo mungesë e qeshjes së saj të lehtë, ajo energji e butë që nuk kërkonte vëmendje, do ndihet, sepse Bia nuk ishte thjesht një banore. Ishte ajo vajzë që tregoi se mund të fitosh zemra pa bërtitur, pa u imponuar, pa u shtirur. Vetëm duke qenë e vërtetë, dhe kjo është arsyeja pse largimi i saj dhem. Sepse njerëzit e mirë gjithmonë ikin duke lënë pas mall. Alba qëndronte e qetë, por brenda saj një furtunë emocionale po shpërthente. Sytë e banorëve e ndiqnin me kujdes, disa me habi, disa me keqardhje, disa me një farë frike për vendimin që po merrte. Atmosfera në shtëpi ishte e ngarkuar. Çdo fjalë, çdo heshtje, çdo shikim peshonte më shumë se zakonisht. E kam bërë kërkesën për të dalë, tha ajo, zëri i saj i qetë duke shpërndar tensionin në dhomë. Nuk ishte vetëm një deklaratë. Ishte një vendim që kishte peshën e një historie të tërë brenda shtëpisë së Big Brother. Ishte vendimi i një gruaje që kishte përjetuar shumë, që kishte dhënë më shumë nga vetja se sa mund të imagjinonin të tjerët. Banorët u ngritën pak nga vendet e tyre, disa lëvizën ngadalë, të kujdesshëm, si të mos dëshironin të prishnin momentin. Ndonjë e qeshur e lehtë u shfaq, por u shua menjëherë. Ata e dinin se fjala e Albës nuk ishte lojë.
Nuk ishte diskutim për strategji. Ishte një vendim personal, një kufi që ajo kishte vendosur për veten e saj. Do I them edhe një dy fjalë Limit, vazhdoi Alba, duke bërë një hap drejt tij. Shikimi I saj nuk ishte I acar, por ishte I vendosur. Nuk kishte frikë, nuk kishte dyshim. Vetëm një qartësi që vinte nga përvoja e saj dhe nga ndjenja që nuk mund të shtyeshin më. Limi të shikoi për një moment, I surprizuar nga vendosmëria e saj. Nuk ishte hera e parë që ai e kishte parë të fortë, por ishte hera e parë që e ndjente kaq të pavarur. Ai nuk foli menjëherë, sepse fjalët e duhura nuk ishin të thjeshta. Ata qëndruan disa sekonda në heshtje, duke ndarë një kuptim të heshtur mes tyre, një marrëveshje të pashprehur. Çdo gjë që do të ndodhte pas kësaj, nuk mund të ndikohej nga tjetri, do ik nga Big Brother, tha Alba për të gjithë, duke kthyer shikimin nga banorët e tjerë. Fjalët e saj goditën si një dritë e papritur në dhomë. Nuk kishte asnjë hije të llojit të pasigurisë, nuk kishte pasqyrim të dëshirës për aprovim. Ishte e vërteta e saj. Një vendim I qartë që thjesht duhej të dëgjohej dhe të pranohej. Shtëpia e ndjeu atë moment si një ndryshim. Atmosfera u rëndua si ajo I para stuhisë. Shumë banorë ndjenin një boshllëk të papritur, si diçka që po largohej përtej kapaciteteve të tyre për ta kuptuar. Sepse Alba nuk ishte vetëm një banore e zakonshme. Ajo ishte një energji që kishte ndryshuar dinamikën e shtëpisë, kishte vendosur tonin dhe kishte shfaqur një nivel sinqeriteti dhe guximi që nuk shihej shpesh. Disa u ulën përsëri në vendet e tyre, duke përtypur fjalët e saj, duke reflektuar mbi mënyrën se si ajo kishte lëvizur me dinjitet dhe pa dramë. Shumë e kuptuan se pavarësisht lojës dhe intrigës që shpesh mbulonte ambientin, vendimi për të ikur nuk ishte I lidhur me strategji. Por me respektin ndaj vetes, Alba vazhdoi të shpjegonte me një qetësi që nuk kërkonte aprovimin e askujt. Si a vlen të rri me këtu? Nuk është për mua më. Nuk është se nuk më pëlqen të jem pjesë e lojës, por ka një kufi që çdo njeri duhet ta vendosë për veten e vet dhe unë e kam arritur atë kufi. Banorët e kuptuan. Nuk kishte argumenta që mund të ndryshonin mendimin e saj. Ata e ndjenin forcën dhe sinqeritetin e vendimit të saj. Nuk ishte hakmarrje, nuk ishte rebelim. Ishte thjesht një akt I integritetit. Limit I afrohet një hap më shumë. Nuk thot asgjë, por syri I tij I tregon Albës se e kupton. Jo të gjithë e kuptojnë këtë lloj guximi. Jo të gjithë mund ta njohin vendosmërinë që kërkon të dalësh nga një situatë që mund të jetë ndërlikuar emocionalisht, por që nuk ka më sens të vazhdoj. Alba merr frymë thellë, duke ndjer peshën e momentit dhe, njëkohësisht, lehtësinë që vjen kur vendimi është marrë. Nuk ka kur farë pendimi. Ka qartësi. Dhe kjo qartësi është ajo që e bën të fortë, atë që e bën të pamposhtur. Edhe kur largohet, ajo shikon përreth shtëpisë një herë të fundit, duke marrë kujtime të secilit moment, secilin marrëdhënie, secilin debat, secilin qeshje dhe lodh. Dhe aty ku ndjen boshllëkun, ajo ndjen edhe një farë krenarie. Sepse të largohesh me dinjitet, të largohesh duke ruajtur veten, është një fitore e vërtetë. Kur Alba hap derën për të dalë nga Big Brother Kosova, ajo nuk largohet vetëm fizikisht. Ajo lë pas një mesazh të qartë, qëndrimi I fortë dhe sinqeriteti shpesh vlen më shumë se çdo lloj strategjie, çdo komplote apo çdo opinion I tjetrit. Ajo largohet si një shembull I vendosmërisë, si një kujtesë për të gjithë se kur e kupton se çfarë nuk është për ty, largohesh, pa frikë, me dinjitet dhe me krenari, dhe banorët, edhe pse të tronditur, e kuptojnë. Sepse kjo është ajo lloj force që nuk mund të injorosh. Forca që vjen nga vetja, jo nga fuqia që dikush tjetër mund të ketë mbi ty.